Nëpërmjet sportit edhe rezultateve që kam pas të larta, unë kam shëtit shumë vende të botës. Por, kënaqësinë, pritjen, dashamirësinë, ndihmësen, në të gjitha drejtimet që kin, është e padiskutueshme. Nuk Eksperiencë e paharrueshme? E paharrueshme është. Kur e kujtoj, si më thonë që na ndihmoshin me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Edhe sot që ne flasim bashkë, kujtoj ndihmësen e tyre shumë. Mbështetjen e tyre shumë përkushtueshme dhe arritjet tona përgjithsisht, jo vetëm te unë, po të gjithë sportistët tanë, plus që ne e shtrim edhe në për sportistët tjerë që edhe si ishin me ne e shtetit. Por një gjë e jashtëzakonshme ishte sepse na sollën edhe një trajner kines një vit. Ai atëherë i dha një eksperiencë shumë madhe dhe trajnerëve të tjerë në përreth e këtu. Do që merita e peshqindjes shqiptare është kryesisht te ndihmesa që na kanë. Panteonin e vlerave të këtij kombi. Ku natyrisht ju keni një vend nderi, ashtu edhe siç jeni vlerësuar me tituj. Them drejtën unë nihem krenar sepse jam mundu me të shfrytëzu gjithë mundësitë e mia, por në arritjet e mia deri 21 vjeçare ka vlerë mos më ja bë qefin edhe bashkëshortja ime sepse ata e kam pasur një trajner në shtëpi.